Samir Mane është stacioni shtet më vetë në Palas. E gjithë Himara përdor stacionin e transferimit të mbetjeve në qafën e Vishës. Resorti Green Coast dhe fshati Palas do të kenë një vend depoziti më vete. Ky është një kthim pas që del jashtë planit të menaxhimit të mbetjeve që Himara ka hartuar me Bankën Botërore. Shtylla e kësaj skeme është grumbullimin në Vumbla, një stacion i ndërtuar me financimin e Bankës Botërore. Pas ndarjes së mbetjeve të riciklueshme bëhet transnderimi në vend depozitimin e përhershëm në Bajkaj. Thjesht për fshatin Palas, Vangel Tavo nuk do të investojë kaq shumë, por është i shqetësuar për oligarkun Samir Mane. Fshatin Palas ka nevojë për koshte dhe pastërti, jo për një landfill. Aty dalin ndonjëherë punonësit e Bashkisë Himar, kur kanë ndonjë ankesë se mbeturinat janë bërë mal në mes të fshatit. Ndërkaq nga aparatet taksapaguesve të Himarës ndahen 750 milion lek për të hapur një grop plerash vetëm për Green Coast. Nuk e dim nëse kryebashkiaku Vangel Tavo e ka studiuar këtë ide para se të firmoste tenderin. Deri tani nuk na rezulton të ketë as projekt, as studim mjedisor të publikuar. Madje nuk përcaktohet as vendi. Palasa është ngjitur me zonën e mbrojtur natyrore Llogara Karaburun, dhe kjo do të kërkonte një studim për ndikim në mjedis. Ky veprim vjen në vashtën e mungesës së respektit për mjedisin që është treguar gjatë ndërtimit të resorteve. Me arrogancë dhe pa respektuar asnjë ligj, Bashkia Himar dhe agjencitë qeveritare të mjedisit të zonave të mbrojtura miratuan një landfill për mbetjen e inerteve që u krijuan nga Green Coast.